është premtuar her pas here edhe rritja e kapaciteteve të inspektorëve. Si keni parë gjitha këto në praktikë? Po, ne jemi prezent këto ditë kur ishte ai aksioni, një muj ditë thuje, shumë mediatik. Nuk kemi pa që kanë befja në Keku, në atë kohë, a ka vizitu dikush për inspektoriatit Keku në ato ditë. Vërshun në për kompanit private, thotë se parregullësit janë vetëm në për kompanit private. Parregullësit janë kënd mentalitetin tonë kosovar në përgjithësi. Atëherë inspektoriati e bëni një punë, një show mediatik të thëmë të drejtën, sepse nuk po vrejmë ne që masat janë marrë, që nuk kemi dënime, nuk i shohëm rezultatet e atyme inspektimeve. Çka ndodhin ato inspektime? A u dënu dikush? A morin në dënim? A u ekzekutun fakt edhe e dënim? Apo vetëm mbeten e letre këto sanksione? Edhe ma shumë jemi bëm. Unë tani që jemi përdit me këta inspektorët në për terene, unë nuk di çka po ndodhë, pse nuk marrin masa më drastike, nuk vetisohet kjo shoqëria jonë pas sanksione. Aq më tepër në institucionet publike, siç është Keku, këtu gjithçka është e tepër të flitët, të marrim pyetje kur kanë bërë vizita në Kek inspektorati i punës. Do thotë, definitivisht kjo është e pakontrolluar ky sektor. E qartë, po përveç kësaj na, zotri Bajraktari, nga bisedat e fundit që kemi pasur, është marrë ndonjë mas nga ato që keni rekomanduar ju edhe për sigurinë e punëtorëve, për punëtorët, për kontratat, për trajnimin e tyre, në mënyrë se si të ruhen nga rreziqet e mundshme në punë? Kujtohet nga rasti fundi, pikërisht ju kur kemi dhënë intervistë ju, kur tha masa duhet të kontrollohen edhe befjonet e pajisjes siç ishte krania i Vinçi. Edhe mu merr mirë që të nesërmën patëm në njoftimin nga inspektoriati se në disa vende kanë ndërprej punën, pikërisht tek kanë hasë kranet e patestuara. Edhe mu merr mirë, mu duk sikurse kishte shku në vesh të dëgjuma, kanë dëgju këtë masë. Po kjo masë gjatin jakti, edhe nuk dëgjema tjetër masë që ndodhi. Dullin disa ditë, inspektorati du të kry punë çdo ditë. Çdo ditë të rëndë, çdo ditë raportoj. Më vjen mirë që çdo ditë po shohin raportime, po rezultatet janë të mangëta sepse nuk po raportojnë çfarë dënime kanë dhënë. E kanë ndërprer punën edhe çka më tej. Pa sanksione, po. Jo, në fakt, desha të pyes dhe mbi kë bie në këto raste më pas përgjegjësia zotri Bajraktari, tek punëtorët që shpeshherë pranon të bëjnë ose të punojnë punë të cilat jo gjithmonë pra janë të sigurta, nuk respektojnë rregulloret e parapara, apo tek punëdhënësit të cilët nuk i ofrojnë këto shërbime, apo edhe tek vetë inspektoriatit të cilët me një masë të shqiptuar, më pas edhe nuk është se po shohim vazhdimsi të asaj se çfarë ka ndodhur. Ju fillot me rendit nga tretat e para. Punëtori, punëdhënësi, inspektoriati. Jo, inspektoriati, shteti është i pari, kontrolli shtetëror, i dyti është punëdhënësi, edhe i fundit është punëtori, po përgjegjësia në fund penale, juridike dhe dëmshpërblim